Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Vlorë arrestuan shtetasin me iniciale GM 26 vjeç banues në lagjen Partizani, pasi është konstatuar nga shërbimet e forcës së posaçme shqiponja jashtë banesës, duke thyer masën e sigurisë arrest në shtëpi që ky shtetas kishte për veprën penale vjedhja. Referuan materialet në prokurori dhe nisën procedimin penal për shtetasin me iniciale KP 68 vjeç banues në Vlorë, pasi ndaj tij ka bërë gazim shtetasin me iniciale TB me pretendimi se ky shtetas i ka dëmtuar 2 trare elektrik dhe 5 kamera vëzhgimi. Specialistët e seksionit të trafikut urban dhe interurban në Sarandë arrestuan shtetasin me iniciale M 29 vjeç banues në Tiranë, pasi është konstatuar nga shërbimet e policisë në rrugën Butrinti në Sarandë, duke drejtuar automjetin në gjendje të dheur. Referuan materialet në prokurori për vlerësim, pasi më datë 14 qershor 2025, shtetasin me iniciale BR 40 vjeç banues në Sarandë, duke drejtuar një monopatinë elektrike, dyshohet se ka humbur kontrollin mbi drejtimin e mjetit elektrik dhe është përplasur me këmbësoren, shtetasin me iniciale SD, e cila ka marrë dëmtime të lehta. Materialet ju referuan prokurorive përkatëse për veprime të mëtejshme.